Zjarri së dielës në pyllin e sodës në Vlorë është vënë nën kontroll, vetëm në orët e vona të mbrëmjes, pas një operacioni të gjatë dhe të vështirë, por pasojat janë të mëdha. Rreth 5 hektar sipërfaqe me pisha të buta janë shkrumbuar, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë të monitorojnë zonën, pasi në disa pika ende ka trungje që vazhdojnë të digjen nga brenda. Hetimet paraprake ngrën dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm. Flakët nisën në brendësi të pyllit të sodës. Më pas të favorizuara nga era e fortë, ato janë përhapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me pisha. Në terren u angazhuan forcat zjarrfikse të Vlorës, policia, administrata e zonave të mbrojtura, emergjencat civile, efektivet e FNSH-Fier, si edhe 10 qytetar, të cilët ndihmuan në izolimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në pjesë të tjera të pyllit. Ndërkohë, një zjarr i fuqishëm përfshiu orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë një zonë kodrinore në hyrje të Ksamiljet, por ai është shuar pas ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarrfikse. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme në objekte. Zona ndërkohë do të vijojë të monitorohet nga autoritetet për të shmangur riaktivizimin e vatrave të zjarrit.